me 24 janar 1955, një familje të varfër mund të them, sepse prindit e mi gjithmonë janë marrë me bujqësi dhe me një pasoni të vogël të pasoni që kemi pasur, janë bërë përpjekje maksimale, sepse kam qenë djalë, si thoni, i hasretit, mas ndodhive, do të thotë mas motrës kam lindë mbas 11 vjeç, kur nuk kanë pritë dhe unë kam lindë, do shta dhe pak i lazdruam dhe sharrë në atë kohën e feminis, por si do qoftë me kushtet e vështira të jetës, kanë mundur edhe prindit e mi, edhe unë që ti të i kalojmë të gjitha peripetit dhe ndoshta të mërrit deri në një shkallë ku kam mërritur gjatë jetës time. Unë shkollën fillore tha që kam kryer në Ostros, kam kujtesat e mira sepse kam qenë pak nxënës i mirë, edhe jam marrë dhe me sporte pak, por pak a shumë mësimin e jam përkushtuar mësimit që në ditët e para, edhe pse s'kan pas interesim dikush që të më shty, që apo mëson apo mëson, ndoshta ka qenë një konkurencë e fëmijëve të rrethit, jam mësoj ky, jam mësoj ai, dhe aty ndoshta edhe mësimdhënësit tonë shpesh na shtyshin në gara, njëri me tjetrin, kush e njeh këtë lanë më mirë, kush e njeh më mirë, dhe ashtu ndoshta te unë ka lind një ambicie që duhet të mësoj dhe të vazhdoj edhe shkollimin. Në pas shkollës fillore, regjistrohem në shkollën e mesme, do të thotë në gjimnaz, edhe atej në një kohë më qenë se na të matë mashurit të nxënësve preferoshin që është një profesor i vështirë në Ulqin, edhe mos shkoni se matematika është vështirë. Unë për 20 ditë kam qenë në Gjakov, edhe jam kthyer në mes 20 ditë jam kthyer në Ulqin, edhe aty e kam vazhduar gjimnazin, do të thotë shkollën e mesme, ku edhe aty kam treguar një sukses shumë mirë, nuk kam qenë shembullor, por do të thotë në mesin e nxënësve të mirë kam qenë, kam realizuar ato qëllimet e veta, megjithëse edhe aty më kanë përcjell kushtet e vështira të mësimit, sepse pa bazë financiare kam pas të nevojshme që të shkoj dhe të banoj të dajat në Zogëj, dhe për çdo ditë kam udhëtuar herë kam, herë me autobus, herë dhe kam pas një bicikletë, dhe shpesh herë ka ndodhur që të rrugës prej Ulqinit të shkoj në Zogëj me libër në dorë, me fletore në dorë, të udhëtoj me kam dhe ndoshta dhe moti i keq gjadja e pa e me gur e shumë vështirë, edhe të dajat kushtet nuk kanë qenë të mira, sa ata i kanë pas shumë të vështira në një banesë, në një shtëpi, pa ndoshta pa ngrohje të mirë sepse ishin në ndërtim, edhe shumë probleme edhe pse ndashin për mua çdo gjë çka kishin. Në vazhdimsi kam pasur dëshirë që të merrem me mësimin shkollor, por ja kohë shumë edhe për aktivitetet lira, sepse më merrte kohën udhëtimi, edhe do të thotë që duhej herë thash me udhëtim me kam, herë me bicikleta, herë me autobusa, do të thotë kishte mjaft nevojë. Kohën e pushimeve në verore jam nitur në kraj, ndoshta ndonjëherë edhe kam provuar jetën edhe me mbledh pelim, jo shumë kohë, sepse nana jeme ka mbledh shumë kohë pelim për me mbajtur familje, nuk kemi qenë familje madhe, por me kryesore të gjithë janë përkushtuar, baba dhe nana janë përkushtuar mua, se na kemi qenë, motra ka qenë me martume, edhe kemi qenë të përkushtuar për me mbajt mua. Kështu që shpesh deri që i ri kam filluar në kohë që kënë të ndërtojmë atë shtëpinë e vjetër, ku me punë fizike, qysh 15-16 vjeç jam orientuar që kam mujt me punua, e di si aksionar kam qenë qysh i vogël dhe kam marrë pjesë në moshën 17 vjeçare në bajtjen e shtyllave të elektrifikimit, dhe aty kam dhënë ndoshta pjesën e kontributin tem, sepse baba ishte i moshës vjetër dhe nuk duhej që të merrem pjesë për të me katon apo si thon me aktivitetet që organizoheshin në fshat. Me kryimin e gjimnazit, do të thotë 1974 në Ostrosin e Madh vjen edhe rryma elektrike, diku ishte para përfundimit të gjimnazit, dhe në atë kohë unë ishe u martova shumë i ri dhe detyrova që të shkoj në studime
dhe kisha dëshirë që të studioj matematiken, sepse më hisi një nevojë deficitare në vend të matematika, mirë po të ma të vjetrit të rrethit tem ma shtin frigen jo se nuk ka mujt me krye kë, nuk ka mujt me kryaj, kështu që u dorëzova dhe nuk shkova të regjistroj, tham do të regjistroj biologji kimi dhe shkova tash punoj diku në shkollat e Kosovës edhe e regjistrova në Gjakovë. Ktheva prej Prishtinës, shkova në Gjakovë, regjistrova biologji kimi.